I kishim në studio djelmosha të grupit Aurora dhe përfund dëgjuam këngën Dikur, ndërsa tani mysafiri imi i dytë është Valton Krasniqi. Valton, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Faleminderit, Mr. Gjeta. Fillimisht do të flasim për projektin tënd më të ri, për këngën të realizuar me videoklip sonte dhe në përgjithësi pra për këngën. Ke realizuar komplet videoklipin në Paris. Po. Pse zgjodhe pikërisht këtë qytet të bukur? Përveç që është i bukur, e di që ke zgjedhur për shkak që duket bukur, po pse ndonjë vend tjetër jo, pikërisht Parisi? Sepse dhe teksti flet për një romans dashurie, dhe kemi pas plan shumë më herët me bë. Kemi bisedu me produksionin Maximus, të cilën ata më kanë realizu, janë nisë nga Kosova. E kemi bërë shumë më herët, dhe me thonë plan, kemi shkuar të gjithë kush e ka pas skenarin e vetë, kështu që u nisëm, e gjerun videoklipin dhe jam dalë shumë i kënaqur dhe është një ndër videoklipet e partë shqip që janë gjeru në kullën e Parisit dhe në Paris. Edhe patët fatin në nëzudat momentin më të mirë të kulla e fillit, dritat. Është një gjë shumë interesant të kulla e Parisit, me orë ndryshon edhe ndryqimi i kullës Parisit, të me thëmë. Dikur ka ora 15:11, vazhdojnë edhe blicët e bardhat të vezët. Edhe ka qenë shumë një moment romantik. A jura me prit gjatë, apo qëlloj Maximus Production e nëzuni rastësisht atë farë detaj? Maximus Production e nëzuri do me thëna detajnë se nuk i kemi bë plan për me nëzona ndryqim. Po kënga është komponuar ma heret, apo tani s'fundmi? Tani, kjo është projekti fundit, do me thënë që kam bërë në gjuhën shqipe, se kam bërë dhe në projekt tjetër. Këngën dhe tekstin e kam bërë vetë, sepse mirëm edhe unë me studio. E kam studio në Zvicër. Kështu që kanë qenë spontane, diçka, jam inspiru dhe kam bërë këngën. Nga mënyra që si po flet, po duket që jetë mjaft i kënaqur me realizimin e videoklipit edhe në të nësi me këngën. Unë për vetë jam shumë i kënaqur sepse videoklipi është shumicën e kohës është natën gjeru. Sepse shumë videoklipe i ikin natës, sepse nuk kanë mundësi të punojnë me ndryqim dhe... Valton, qysh ndodhi zakonisht këngëtarët kosovarë fillojnë karrierën në Kosovë për depërtuar në Shqipëri, e më pas dikur me vonë edhe në diaspor, te fillove ndryshe, Zvicër, Shqipëri, tani edhe në Kosovë. Nuk i di, kjo kanë qenë këtë diçka spontane, me gjithë se do më thënë kam dhez me këngën në Gotash dhe Lej në Viva dhe në MTV, kështu që mësone vazhdova dhe në kërkuan edhe në Shqipëri, mbas Shqipërisë edhe në Kosovë. Nëse s'ka boj, kënga Lej është, videoklipi është i realizuar nga Sony Production? Sony BMG. Sony BMG, po. Është një produksion botëror, evropian. Kështu sa me ndonë që është e vështirë të depërtohet në skenën kosovare? Ose sa ke gjithë mbështetje nga estrada jonë për kraje? Unë për vetë jam pritë shumë mirë, me gjithë se është shumë vështirë, sepse konkurenca është e madhe, por unë mendoj me kvalitet dhe me një punë të mirë, shpresoj që jo vetëm në Kosovë, po në çdo vend do të pritesh, se vetëm me punë do të marrë diçka. Kem plan ndonjë duet, apo ju ke paraqit ndonjë këngëtari apo këngëtare kosovare tani, s'fundmi? Për momentin jo, por besoj që do t'jetë diçka. Me një fjallë, nuk është që nuk kam konkret diçka, por besoj që do të bëj diçka dhe duhet normal. Ke marrë pjesë edhe në festivalin e këngës Bavice, kënga magjike? Po, kam qenë pjesë. Edhe pse nuk përfundoj ashtu ndoshta si që ti ke dëshiruar, pasi që kënga nuk doli edhe origjinale të themi e komponuar, po më duket se as ti vetë nuk e ke ditë, ose të paktën ashtu ke deklaruar. Po, me të thënë vërtetën jam zhgënjur pak prej festivalit këngën magjike, sepse unë shkova pse kam pas nënën shumë smut në spital, dhe pastaj mbasi shkova unë në Zvicër, i ndëgjova këta të gjitha. Me thënë, dhe sa qëndrova atje, po të isha atje, kënga është bërë hit në Shqipëni dhe ka qenë për më marrë do një qime ma jo këngë. Po, do të kemi në festivalet e ardhshme, tashmë veç po ofron edhe edicioni më i ri i festivalit të këngës Bavice Polifest. Unë për veti prap kisha shku, kisha marrë pjesë, po kësaj radhe kisha bërë vetë këngën, por mbasi që jam shumë i angazhuar dhe kam shumë mbrëmje dhe në neje, dhe me thonë, kështu që
nuk pëgjoj atë kohë në arsyeshme për me shku. Ku do t'jesh aktiv më shumë se i përket mbrëmjeve gjatë kësaj sezoni verore? Me siguri jo në diaspor, pasi që të gjithë do të vinë këtu në Kosovë. Të gjithë janë këtu në Kosovë, Shqipëri, Macedoni, por shumicën e kohën jam në Kosovë dhe në Shqipëri. Ku të presin më së miri? Nuk e di, për veti mu më duket gjithka njësoj, po... Ose ku ti ndihesh më mirë? Me siguri në Shqipërinë është ma shumë, sepse pritja është e këngëtaj ndryshe, njësoj ndryshe... Dëllëm, e lampë. Ja, a i kuptohet se në vendin tonë gjithmonë nuk është aq interesant sa në vendin e tjetër. Çka presim nga Valtoni në të ardhmen? Të ardhmen, unë publikoj dhe më thënë këtu për parën herë, sa kam nënshkruar prapë një kontrat me Sony BMG dhe kam përfunduar një këngë në gjuhën angleze, e kam ndryshuar këtë rrymin komplet. Është një këngë që kam bërë për stilin veror, electro house komercial. Këndon ti apo ja ke punuar dikuj tjetër? Unë këndoj aty dhe pritet bëhet videoklipi. Fatkeqësisht, do të thonë qatë projekt, videoprojekti nuk mujt ta prej në Kosovë, besoj vetëm këngën, sepse është një projekt vetëm për Viva dhe MTV në gjuhën angleze. Ne të urojmë suksese në projektin e ri dhe në të ardhmen përgjithësi. Faleminderit. Përsa tani do të dëgjojmë për herë të parë. Do të transmetojmë këngën sonte në interpretim të Valon Krasniqit. Valton.